Profesor Borshi, një tjetër përvojë si trajner i parë në Pakin, si e ndjet vetë sot? Normalisht e emocionum kur lunë Shkodër për ball publikut shkodran, gjithmonë është emocion edhe shqyqër zotit çdo gjë shka jeshtë si e kishim planifiku. Unë e thash edhe te studia përpara, du mi shpreh ngushëllimet lojtarit Tiranës, cili vajza e tij u nga Eda, po ashtu edhe doktori legjendar i Aureli 100 vite, sepse na duhet tu afër. Por që një tërheqje në minutat e fundit kishte nga lodhja, po i dha instruksione e ekipit tërheqje. Ka herë edhe ta imponon në ekipi kundërshtar me u tërheq pak mbrapa, edhe dëshira për me bë mirë, dëshira për me fitu ndeshjen, dëshira me marr vendin e parë prap. Por nuk mund të them që ishte taktik. Ishim përgatit me ndaj blok mesën, me zonë me kundërshtim shpejt Partizanin. I kishim rastet sepse 2-3 herë Kallako Muala u shfaqen para zonës, por duhet punoj më shumë për ta finalizuar edhe me mbyll ndeshjen më shpejt. Sidomos në pjesën e parë sepse i kishim mundësi. Profesor, nga -7 tashmë keni marrë kreun e tabelës së klasifikimit. Jeni të vetëm në krye me golevarazh në pjesën e Ignatia. Këto janë diferencat e kampionatit. Mund të them që gjithë ekipet janë aty nuk është se ka një diferencë të madhe në kampionat. Gjitha ekipet janë aty, gjitha ekipet do luftojnë, edhe mendoj që deri në fund ka me kanë ngore fort. 4 fitore rradha si përfshi dhe Kupën e Shqipërisë. Ku do të nalet vazhdia? Ajo unë shpresoj që mos nalet kur, po ajo që na gëzon ne si staf është që nuk kena psu gol si në kupë, si në kampionat, e kena majt rrjedhën e pa prekun, edhe kjo është merite gjithë lojtarëve. Por që diçka për Mercaton, për Vllaznia ndonjë frym në këtë ditë fundit? Po mund të them që e kena finalizuar marrëveshjen me Doden edhe e presim shumë shpejt na bashkohet. Kur pritet të bashkohet skuadra e Doden? Besoj këto 2 ditë, nesër mas nesër besoj do të jetë i kuadër. Do një lëvizje tjetër apo me Doden mbyllet? Jo, besoj se do ke lëvizje. Them që jena ekipi më i kompletuar. Besoj që çdo raport e kena të përforcuar. Presim që të na kthehen vetëm Kurës edhe Dros edhe Hakaj dëmtuar që kanë edhe besoj që ekipi është okay. Javën e ardhshme transferta në Durrës, shumë e vështirë. Çdo ndeshje është e vështirë, çdo ndeshje ka ato specifikat e veta, por ne gjithmonë synojmë ndeshjen e rradhës edhe të jena me kam tokë, sepse para 2 javë, 3 javë ishim ne që ishim -7, tani jena në vend parë edhe duhet punë për me majt këtë vendin e parë. Ignacio që po vazhdoni traditën e babait tuaj Ferit Borshi, i cili ka qenë futbollist dhe trajner shumë i njohur. Shumë Ignacio. Respekt. Faleminderit.